libra të rinj në qendër çështje historike të Maqedonisë dhe të marrëdhënieve të saj me shtetet e tjera të Ballkanit janë promovuar këtë fundjavë në ambientet e shoqatës maqedonase. Kush e falsifikon historinë e Gjorgji Radule dhe Madhështia e popullit Maqedonas e Božidar Kirianos janë dy prej librave të cilët janë promovuar në ambientet e shoqatës maqedonase. Kush e falsifikon historinë dhe Madhështia e popullit Maqedonas trajtojnë dhe sjellin fakte historike në lidhje me popullin Maqedonas dhe marrëdhëniet e tij me popujt e tjerë të Ballkanit. Збор за 20 istraživači od Pirinski odel na Makedonija. Bëhet fjalë për dy autorë dhe historianë të cilët kanë mbledhur materiale të ndryshme duke nxjerrë kështu në botim dy libra, në brendësitë të cilëve trajtojnë problemet e maqedonasve të shpërndarë në shtetet të Ballkanit. Nëpërmjet dokumenteve dhe fakteve historike, autorët janë munduar të pasqyrojnë të vërtetat historike të popullit Maqedonas në këto troje. Живеят на просторот на Балканскиот полуостров и за македонците, за нивните традиции. Kush e falsifikon historinë dhe madhështia e popullit Maqedonas, dy libra historik do të mbrinë shumë shpejt në duart e lexuesve.